Toni, jemi në prill vere, por duket se besoj që mendja juaj është tek kampionati kombëtar I boksit dhe Vllaznia do të kërkojë edhe këtë vit të jetë kampion e Shqipërisë. Gjergj, unë sot do shkoj në palesë, shkoj vi. Palesa është me tanjera, me stafin, punohet. Po ne kemi një diçka që për shembull tash ka data 16 gusht, ekipi kombëtar tërë boksia të shkojnë në lojën e mesot. Unë kam kërkuar sa kohë prej federatës, prej olimpikut, prej gjithkujt që nuk shkohet në tilla aktivitete për s'pati një grumbullim. Kene edhe kampionatin evropian shtator që duhet marrin pjesë, që është në Bullgari. Pra duhet një grumbullim. Federata nuk ka parë sepse aq janë fondet e federatës. Olimpiku nuk na shtetë hiç për këtë punë, po gjithashtu edhe shteti zot ja din se ka boks në Shqipëri ajo. Dhe e kanë mendën për me zgjidh problemet e veta. Atëherë vjen kampionati kombëtar. Unë jam t'ju përgatit. Kampionati kombëtar është shumë I fortë në Tiranë. Është shumë I fortë, janë shumë pretendentë, është studenti, është Partizani, është Tirana, është Vlona, edhe qytetet tjera kanë boksira individ. Ne do të përgatitna, konkurenca është e fortë, që ta çojmë edhe herë kupën mbrapa Tiranë për të 28 herë. Boksi jonë ka rritje të mëdha. Mendoj se ata organizatorët në Tiranë kanë marrë përsipër që do të japin ndeshjet direkt, të shohin që shohin tifozia, të shohin popullit sa nivelin e mirë të boksierëve tonë kena, sepse boksierët tonë kudo që shkojmë, vetëm mungon eksperjenca ose përgatitja nalt, se ne jeshna barabartë me shtetet e Europës. Faleminderit.